Betohen 42 gjyqtar, duke e quar numrin e tyre efektivisht në detyrë në 307 nga 417 që kërkon sistemi. Betohem. Magjistratët ishin emëruar që në fund të korrikut, por për shkak të vlerësimit që u duhej bërë gjykatësve ekzistues në gjyqësor, shpërndarja e tyre në 11 institucionet ku ata tani më do t'japin drejtësi u bë me vonesë. Por ju do të keni bindjen që në atë moment kohor keni vendosur sepse ajo duhet vendosur. Nuk është çështja e betimit solemn. Është çështja që tashmë ju nuk jeni ata që jeni. Ju do jeni diçka tjetër. Ju do jeni vëmendja e të gjithëve. Jo ju personalisht, profesioni juaj. Krijoni personalitetin tuaj në raport me integritetin. Integriteti është gjëja më e rëndësishme që mund të ketë njeriu. Këtë se u jep njeri, se u dhuron njeri, nuk ja jep shkolla, nuk ja jep natyra, këtë e veta juaj. Kryetarja e Këshillit të Lartë të Prokurorisë Mirela Bogdani rikujtoi gjyqtarin e vrarë në sallën e gjyqit Astrid Kajlan. Dua gjithashtu dhe të kujtoj me shumë dhimbje humbjen e një jete gjyqtari në ambientet e gjykatës në ushtrimin e detyrës. Dua thjesht t'ju bëj një rikujtesë që krahas profesionalizmit i cili duhet t'ju karakterizojë në çdo hap të profesionit tuaj, ju bashkëshoqërojnë vlerat njerëzore, komunikimi me njëri tjetrin dhe ndërveprimi për të krijuar një sistem që ta mirë menaxhoni, duke filluar që nga çështjet e sigurisë që janë shtruar për diskutim dhe deri tek të gjitha çështjet e tjera me cilat juve do përballeni. Një mesazh dha edhe Arben Rakipi, drejtori i shkollës së magjistraturës, ku të 42 gjyqtarët kanë mbaruar studimet. Shumica e tyre janë akomoduar në gjykatën e shkallës së parë të Elbasanit, Fierit dhe Administratives në Lushnja me nga 7 gjyqtar, ndërsa pjesa tjetër në Shkodër, Berat, Gjirokastër, Korç, Kukës, Vlorë e Sarandë. Nevoja më urgjente për gjykatës paraqitet në apelin e vetëm të vendit në Tiranë, ku nga 78 gjyqtar që kërkon organika e përgjithshme kanë mbetur vetëm 31.